Faleminderit, zoti kryetar. Tani, pavarësisht qëndrimeve qesharake, është e qartë që avokati i popullit takon opozitës. Është e qartë gjithashtu që ju keni vendosur ta rëmbeni avokatin e popullit. Por kjo nuk është ndonjë çudi e madhe dhe nuk duhet na habis, sepse tani që ne flasim këtu në këtë sallë, në një sallë tjetër po vendoset kreu i Spakut, kreuri i Spakut. Dhe aty janë mbledhur të gjithë ambasadorët, nuk ka vend për gazetarët, sepse kanë frikë se ju rëmbeni edhe kreun e ri të Spakut. Imagjinoni se çfarë poshtërimi që po ju bëjnë ambasadorët, që po i bëjnë kësaj maggioranze. Kështu që ftoj kolegët opozitar ta pranojnë se s'kemi ç'a të bëjmë, e kanë vendosur ta rëmbejnë, janë lojra të ulta, të vazhdojnë ta bëjnë. Tani, diçka tjetër, zoti kryetar, më pak e rëndësishme kuptohet se rëmbimi i kreut të Spakut. Kam kërkuar një interpelancë, keni thënë që interpelanca është sot. Ju kemi pyetur nëse do jetë kryeministri apo nuk do jetë kryeministri. Akoma nuk keni ndonjë përgjigje. Nëse nuk është kryeministri, zoti kryetar, kërkoj që interpelanca të shtyhet. Sepse kjo praktika juaj për të shmangur ballafaqimin është në shkeljet rregullores. Rregulloria është e qartë, zoti kryetar. Kryeministri, ne kemi të drejtë të kërkojmë interpelancë ose me ministrat ose me kryeministrin. Qa kuptimi ka nëse kryeministri mund të zgjedh të delegoj një ministre? Se unë po të doja interpelancën me ministren Koçiu, ajo ma tregojër në fundit. E marrë telefon, më merë telefon, tha. Nëse ke ndonjë gjallë, më tha më merë telefon. Unë e merë janë telefon. S'kam nevojë të bëj interpelancë me atë. Unë kam kërkuar interpelancë me kryeministrin. Është një drejtë që më takon sipas rregullores, në asnjë gërm të rregullores nuk është shkruar që kryeministri mund të delegojë dikë tjetër. Se çfarë kuptimi ka? Hiqeni atë, ndryshoni rregulloren që kryeministri nuk e kërkon dot. Faleminderit. Faleminderit. Zonja Topalli. Nuk funksionon me pyetje përgjigje. Ajo kërkesa juaj. Po. Dakor pra. Unë nuk përgjigjem kur dëshironi ju. Do vazhdoj procedurën dhe do t'jap edhe përgjigjen e pyetjes.